Tani të ndikuar nga protesta e kamiongjinjve, nëse mund të drejtohem në këtë formë, të Serbisë e të Maqedonisë, kemi rrezik që këtë javë të na ngriten çmimet sërish edhe ashtu të larta në Kosovë. Çka prek më shumti? Ushqimet bazike, nuk e di si është si vjet, po e di viteve të kaluara që kemi marrë edhe mielin e grurin nga Serbia, do të na rritet çmimi i barnave, apo është kjo një paralajmërues që ZRE-ja do të marrë vendim për të ngritur edhe çmimin e energjisë? Sigurisht që në mënyrë automatike në blokada të tilla ose në pengesa të tilla efektin e çmimeve e vrejmë menjëherë tek produktet esenciale. Pra edhe unë pres që të kemi një rritje të lehtë të produkteve esenciale, duke fillu nga produktet ushqimore, bazike, por pastaj edhe produktet e tjera. Tek pjesa e energjisë, kjo është paralajmëruar, do thotë që do të ketë një rritje diku më vonë para se të paralajmërohet kjo bllokadë e transportit, prandaj nuk shoh ndërlidhje direkt të rritjes së energjisë, çmimit të energjisë elektrike që ka të bëjë direkt me këtë le të themi fenomen ose me këtë çka është duke ndodhur që nga dita e sotme. Po mirë,